Qeveria do të ndërhyjë në tregun e karburanteve duke marrë masa për të mos lejuar rritjen jo normale të çmimeve të naftës dhe benzinës. Konkretisht, akciza mbi naftën do të ulet me 20%. Aktualisht akciza aplikohet në 40 lek për çdo litër karburant, çka do të thotë se do ulet me 8 lek, duke shkuar në 32 lek për litër. Kjo është ndërhyrja e parë që do të reflektohet direkt në uljen e çmimit të naftës dhe benzinës në treg, me të paktën 8 lek për litër. Nga ana tjetër, qeveria ka vendosur sërish në funksion bordin e transparencës, i cili u krijua për herë të parë në vitin 2022 për të monitoruar çmimet dhe abuzimet që mund të ndodhnin në tregun e karburanteve gjatë konfliktit Rusi-Ukrainë. Nga ana tjetër janë vendosur edhe marzhe fitimi për pikat e karburanteve që shesin me shumicë dhe pakicë. Konkretisht, 3 lek për litër do të jetë marzhi i fitimit për pikat e shumicës dhe 12 lek për litër për pikat e pakicës. Bordi i transparencës do të ketë në tagër të vendosë çmimet tavan, duke marrë në referencë tregjet ndërkombëtare dhe për operatorët që do të abuzojnë dhe do të kryejnë shkelje, paralajmërohet ndëshkim dhe masa administrative deri në pezullim licence. Këto masa merren pas rritjes së çmimit të karburanteve në treg si pasojë e luftës në lindjen e mesme. Më herët është ngritur dhe një task force e përbashkët midis Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe Drejtorisë së Doganave, e cila po ushtron kontrolle në të gjithë territorin e vendit për të mos lejuar abuzime me çmimet në dëm të konsumatorëve, si dhe për të formalizuar sektorin.